Vazhdojmë tutje të dashur teleshikues duke ju rikujtuar se pas 12 edicioneve do të na presë dhe mbrëmja glamuroze, është mbrëmja e Galanajt, ku do të prezantohen 120 pjesëmarrës, sepse nga çdo muaj ne do sjellim këtu personalitete të ndryshme të bashkëdhetarëve tanë, një forcë ekonomike e diasporës, por edhe e vendlindjes. Është kjo intenca jonë që të krijojmë ura komunikimi ndërmjet forcës ekonomike shqiptare kudo ku janë. Kam patur kënaqësinë të njoh edhe një personalitet të spikatur të botës së biznesit, një bashkëdhetar që vjen me origjinë nga Kaçaniku. Po kush është ai? Ta ndjekim së bashku. Pra kam kënaqësinë që përpara jush të prezantoj zotëri Enver Memaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Rifat, mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për ftesën. Si po ndihesh në këtë ambient sonte? Mirë shumë, shumë mirë. Ka qenë kënaqësi që në zemër të qytetit ne të drekojmë specialitetet e restorantit tuaj dhe ku ishte një klientel plot e përplot edhe me gjerman. Stafi juaj mikpritës shqiptar. Ndërkohë ishte kënaqësi që të marrim informacion që ju përveç gastronomisë keni edhe një aktivitet tjetër të ndërtimtarisë, apo jo? Po, vërtet. Po. Dhe pyetja ime është kjo. Si arrini t'i mbani dy profesione që ndoshta nuk janë të ngjashme me njëra tjetra? Nuk janë të ngjashme, është e vërtet, po e kam fatin se firmën e udhëhec djali, që të di vitet e fundit, e kam angazhuar ata më shumë, dhe gastronominë e udhëheci unë me vajzën time të voglën, kështu që i kemi do degët. Shumë bukur, jeni ndarë në dy po, tabore. Po, kemi do në dy, djali me vajzën e madhe, e udhëhecin firmën, shaj përket ndërtimtarisë, kurse unë me vajzën e vogël e kemi zgjedhë gastronominë. Shumë bukur. Atëherë më trego cila është historia juaj, kur keni ardhur për herë të parë në Gjermani dhe keni filluar fillimisht me gastronominë apo me ndërtimtarinë? Unë kam marrë si 13 vjeçar në Gjermani. Domethënë në prindërit kam marrë. Prindërit i kam tash pensioner të Gjermanisë. Dhe kam kryer shkollën këtu në Gjermani. Në brenda shkollës kam punuar për gastronomi si gjithë të rinë tash. Dhe në atë kohë më pëlqej dhe kum vazhdu me gastronomi me punu. Por më pa të thënë një shef i imi tha Enver, gastronomia nuk është zanat. Dhe çfarë është në të vërtetë gastronomia? Në të vërtetë gastronomia ai ashtu më tha dhe më met në kokë se gastronomia tha nuk është zanat, duhet ta kesh një zanat kryne, diçka edhe e kryta zanatën tem si moler në Gjermani. Në atë kohë tani vazhdova me ndërtimtarinë, mirë po zemra më met këtë gastronomia se e du shumë dhe e kum dorë gjithë. Pra gastronomia në një farë mënyrë nuk është zanat, por është pasion, është dashuri në vetë. Për mua po, për mua është pasion, ose e don, ose për ndryshe s'unë e ban. Nëse se don gastronomia s'unë e ban, sa është e zorshme. E vërtet. Dhe gjithë e kam posë ondër, edhe se isha në ndërtimtari. Mirë po, erdhë koha kur e arrita atë qëllimin dhe u ktheva prapë në gastronomi. Firma funksionon më tutje. Shumë bukur. Tash janë rritmia dhe kam një krah djathtë, po thuajmë se po ta kisha bërë për fillimit, dyjat ishte shumë zor, s'unë kisha mujtë me i përballu. Se do angazhim jashtëzakonisht madh. Më intereson në fuqia punëtore që keni në ndërtimtari, se në restorant pash që ke edhe ekipe shqiptare. Po. Por kryesisht edhe në ndërtimtari jemi kryesisht shqiptar.
Shumë nga bukur. Shqipëria, nga Kosova. Pse kjo përzgjedhje? Është thjesht një Është detyrë thjesht, si përmars që po. të krijoni një mundësi edhe për bashkëdhetarë të tjerë, apo Është jo? vërtet dhe jemi shoshnu, jemi shok në të gjithë edhe Sa kalojmë mirë. Kështu që Cilat kanë qenë sfidat tuaja në hapjen e këtyre bizneseve? sfidat kanë qenë shumë të mëdha sa i përket fuqisë punëtore në fillim. Kur të startojsh, është problem edhe punëtor me gjetë edhe na si huj, do më thonë me orë një Gjerman me punu të na është pak problematike, se thot unë si Gjerman me shku me punu të një Shqiptar, me qenë se mas një ku e kanë arta, unë edhe Gjerman kanë punu, dhe tash të punoj vetëm me Shqiptar, unë jam i kënaqur shumë, ata janë të kënaqur, kalojmë mirë, e bojmë punë me sukses. Kemi punë mjaftueshëm si në gastronomi edhe në ndërtim. Jemi edhe punë dhënës për disa firma shqiptare të tjerë, që ka morën punë nga ne. Kështu që Sa është Gjermania një ambient i përshtatshëm për të zhvilluar një biznes? Gjermania është e përshtatshme, mirë po birokratia në ka shumë të madhe. Sa i përket birokratisë, duhet të jesh shumë i zotë se me birokratik do të lodhen. E sakt. Do të fokuson përsëri tek restoranti, ti jesh një koqir në një vend të huaj për vendasit, është pakës një detyrë shumë thjesht do thoja se sa për një koqir që mirëpret mysafir në Kosovë, apo jo? Është vërtet, po. Është vërtet. Si keni dalur ballë kësaj që të merrni dashurinë e njerëzve, të krijoni klientelë? Në ballë kemi qenë shumë të sjellshëm. Ushqimet i kemi kvalitet dhe më kanë pritë shumë mirë edhe klient gjerman që vinë me kënaqësi. Në disa raste kum pasën klient gjerman që ka ardhur me flamurin shqipone në kokë dhe më ka befasu edhe pyeta ku e ke marrë këtë. Tha këta se e ki për kokë e korë. Mirë po aju befasu se unë e penjo ata, se e ke mendu se unë jam italian, se në mirë me specialitete italiane. Thash ke flamur është i imi. Tha po si italian, thash jo, si jam italian, thash vetëm specialitetet i kemi italian, por unë jam shqiptar edhe kështu që ata e kemi rregullisht në restorantin tonë. Po në përgjithësi tash e kanë kuptuar krejt se jam shqiptar, se në fillim e kanë ditë se jam italian. Dhe e kanë marrën shumë mirë edhe klientët vinë me dëshirë. Emri i restorantit ishte? Emri i restorantit është Pastaria 6x6, që do të thotë 6 lloje të pastave dhe me 6 lloje të zozës. Do të na bësh një tryeza diet në restorantin tuaj me këtë panel në të ardhmen? Gjithsesi, me dëshirë. Okej. Shumë faleminderit që morët pjesë në këtë edicion, ju dëshirojmë suksese. Faleminderit.